Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin gusht edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Juftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe videot me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do shohim si do jetë ky muaj edhe për shenjën tuaj. Atëherë, kemi të bëjmë energjitë shenjave të tokës, kemi kartën e gjykimit dhe kemi energjitë shenjave të ajrit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Në fillim të javës, ju shoh në një pozicion mbretëror, jeni duke menduar shumë seriozisht për marrjen e një vendimi në lidhje me një fillim të ri, që mund të jetë një dashuri re, mund të jetë një punë e re, mund të ketë lidhje me studimet, me dokumenta të ndryshme, por mund të ketë lidhje edhe me anën shëndetësore. Për një pjesë për ju shoh që merrni një vendim në lidhje me një person që mund të jeni distancuar, me një person që e keni në distancë për pjesën tjetër, ose me një person që jeni shkputur. Dhe shoh fillime negociatash, diskutime me këtë person, një fillim i ri i menduar mirë. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, shoh që ju mendoni shumë fort për anën ekonomike, disa prej jush mund të jenë në një pozicion të fortë ekonomik, ose mund të merrni një mbështetje ekonomike, dhe do merrni një vendim në lidhje me anën ekonomike me disa negociata, diskutime që mund të keni. Mund të jenë diskutime në familje, mund të jenë negociata në projekte bashkëpunime të ndryshme, ose projekte të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, është një fantastike me vendime, fillime të reja dhe negociata, por duke menduar edhe për anën ekonomike. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë, ju shoh jemi te energjia e shenjave të ajrit, energjia e shenjës së demit dhe energjia e shenjave të ujit që jeni ju vetë. Ju shoh që keni ngesur në mendime negative, jeni bllokuar në mendime në lidhje me një dashuri, ju mendoni negativisht në kuptimin që s'po ecën një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie. Për pjesën tjetër, unë shoh që keni ngesur në mendime në lidhje me një takim, me një person. Është një person që ka emocione, unë shoh që ju lini mbrapa gjëra që ju kanë shtruar dhe dëshironi të merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj. Për pjesën tjetër, mund të keni ngesur në mendime negative në lidhje me një kontratë, me një bashkëpunim, me një partneritet, por unë shoh që këtu jeni të mbështetur nga universi, dhe në fund të javës ju do të jepni një drejtim më të mirë këtyre kontratave, bashkëpunimeve, projekteve të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, në fillim të javës ndiheni të bllokuar në mendime negative, por rruga është e hapur, nuk janë gjërat ashtu si ju i mendoni. Thjesht ju keni bllokuar veten tuaj në lidhje me mendimet që keni. Sepse unë shoh që keni një mbështetje të madhe nga universi, nga energji më të larta, dhe në fund të javës ju gjen ku ju lini mbrapa gjëra që ju shterojnë. Mund të jetë një njohje, një lidhje, një marrëdhënie, situata ose çështje që ju shterojnë. Në rastin tjetër mund të jetë një punë, një partneritet, sepse kemi dhe partneritete këtu. Gjithsesi, e rëndësishme është që në fund të javës së dytë ju do të jepni një drejtim më të qetë situatave, ose më të mirë për veten tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Java e tretë më bie pak jemi te energjitë e shenjave të zjarit, të ajrit dhe të tokës. Atëherë, ju shoh që ndoshta keni pas një lodhje për një kohë të gjatë. Mund të keni qenë në një njohje që ju ka lodhur, në një lidhje ose në një marrëdhënie që ju ka krijuar lodhje për një kohë shumë të gjatë. Dhe unë shoh një çlirim këtu. Ju çliroheni dhe mendoni të bëni një fillim të ri. Një fillim të ri në dashuri, por shoh që
ndiheni të zhgënjur, ndoshta nga një njohje ose lidhje, sepse shoh që keni kaluar shumë vështirësi, edhe pse çliroheni, ju mund të dëshironi të bëni një fillim të ri, por ju keni frikë se mos zhgënjeni. Edhe pse shoh që ju mungon dashuria, ju mungon një dashuri, një person, ju përsëri jeni në një situatë sikur ndiheni shumë të lodhur nga çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni pas në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Për pjesën tjetër, ju shoh që ju dëshironi, mund të keni bërë disa punë njëkohësisht dhe kjo gjë ju ka lodhur. Mund të keni kaluar shumë vështirësi në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, ndoshta ju keni mbajtur më shumë nga ç'duhet në shpinën tuaj, dhe unë shoh që në fillim të javës së tretë ju do arrini të çliroheni, t'i lini mbrapa të gjitha këto vështirësi dhe të bëni një fillim të ri. Dëshironi ta bëni këtë fillim të ri, por keni frikën e zhgënjimeve. Edhe pse dhe këtu flasim dhe në lidhje me punën dhe nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me dokumentat, me studime të ndryshme, në lidhje me shëndetin tuaj. Gjithsesi, në fund të javës, ju shoh që do ndjeni dhe mungesën e parave, do ndjeni mungesën e një dashurie, do ndjeni të lodhur, shoh që duhet keni kujdes pak me shëndetin, dhe kjo ka shumë rëndësi në fund të javës së tretë. Gjithsesi, është një javë çlirimi, thjesht janë frikrat tuaja që nuk ju lejojnë që ju të bëni këto fillime të reja, për shkak të zhgënjimeve që mund të keni kaluar dhe mungesës së dashurisë ose mungesat të ndryshme që mund të keni pasur në jetën tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë, në javën e katërt keni të bëni me energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të tokës përsëri. Në fillim të javës katër, shoh që jeni në një pozicion mbretëror dhe po të vëmë re, e filloni në këtë pozicion, duke menduar shumë seriozisht, por edhe këtu mendoni shumë seriozisht në lidhje me dashurinë, në lidhje me një njohje që ju dëshironi të bëni, por edhe në lidhje me qëllimet që ju i keni vendosur vetes, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me kontrata të ndryshme. Shoh që do përdorni një lloj në qëllimet tuaj, një lloj strategjie mund të them, për të bërë një fillim të ri. Dhe ta mund të jetë një fillim i ri në dashuri, në rastin tjetër mund të jetë një ofertë në lidhje me një kontratë që dëshironi ta bëni, por duhet keni kujdes sepse shoh një person pak djallëzor këtu, në lidhje me një fillim të ri që dëshironi të bëni. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që ju ose është dikush që ju mbështet nga ana ekonomike, ose ju jeni ata që mund të mbështesni dikë nga ana ekonomike. Po mendoni shumë fort për anën ekonomike, i vendosni qëllime vetes, ju shoh shoh që jeni të mbështetur nga universi në lidhje me një fillim të ri ekonomik. Mund të jetë një fillim i ri, një punëve, një bashkëpunim, një partneritet, ose edhe në lidhje me gjithçka tjetër. Mund të jetë një punë e re ose diçka tjetër. Por gjithsesi ju shoh që ju do arrini të dini vlerat tuaja këtu në fillim të javës, sepse ju shoh në një pozicion mbretëror, do arrini të vlerësoni veten tuaj, i vendosni qëllime vetes dhe shoh që fundi i muajit ju gjen me qëllime dhe me fillime të reja në lidhje me gjithçka. Atëherë është një muaj fantastik, jeni duke menduar seriozisht në lidhje me vendimet që do merrni gjatë këtij muaji, me negociata të ndryshme që keni, si në lidhje me dashurinë, me persona që i keni distancë, të jeni distancuar, që jeni në një shkëputje. Shoh shumë diskutime dhe negociata këtu, por dhe në lidhje me dokumenta dhe me studimet, por dhe anën shëndetësore. Ju shoh të ngecur në mendimet tuaja, thjesht mos e bllokoni veten sepse rrugën e keni të hapur, janë thjesht në mendjen tuaj të krijuara të gjitha këto situata, ndoshta pak të vështira. Dhe ju shoh që fillim mesi është energjia e qendrës, që jeni të mbështetur nga energji më të larta në lidhje me njohjet. Mund të keni një takim, ju keni ngecur në mendime negative në lidhje me një takim.
por shoh që sikur largoheni sepse diçka ju ka shtëruar këtu, në lidhje me një njofje ose lidhje, ose me një punë mund ta merrni në çështje dhe situata të ndryshme. Duhet keni kujdes vetëm javën e tretë, ju shoh që ju vërtet çliroheni nga vështirësitë që keni kaluar, të shironi të bëni fillime të reja, aty keni frikë se mos zhgënjeheni, ndoshta në lidhje me një dashuri, shoh që ju mungon një person, një dashuri, ose në lidhje me parat tuaja, nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me shëndetin tuaj. Dhe java e katërt është një javë shumë e mirë, sepse ju shoh në një pozicion shumë të mirë, ekonomik, me qëllime në veten tuaj, një lloj strategjie që do përdorni, ju shoh shumë karizmatik, shumë pasionant gjatë mesit të javës së katërt, në lidhje me fillimet e reja, por janë fillime të menduara mirë. Dhe unë shoh që këtu një derë do hapet në lidhje me ju. Universi sikur do punoj për ju në lidhje me këto fillime që ju doni të bëni. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim çfarë mesazhi ju japi. Atëherë kemi rrotën e fatit që është edhe energjia juaj këtu, kemi 4 energji, energjia e shenjës së demit, energjia e shenjës së akrepit, energjia e shenjës së virgjëreshës dhe shenja e luanit. Atëherë, ka ardhur koha thot që ju të bëni ndryshime, të bëni një ndryshim në dashuri, ose të futeni në një njofje të re, të ndryshoni jetën tuaj, për gjithë ata që janë akoma single. Për pjesën tjetër, për të ndryshuar diçka në lidhje me njofit, lidhjet ose marrëdhëniet. Diçka thot papritur do filloj të eci përpara, gjërat papritur do fillojnë të ecin përpara, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, me çështje dhe situata, me dokumenta të ndryshme, me studime tham, por edhe me qëllimet që ju vendosni vetes. Fati thot është në anën tuaj dhe është një mesazh fantastik në lidhje me ju. E rëndësishme është që ky muaj, pavarësisht disa situatave që mund të keni në javën e tretë, por është një muaj ku gjërat për ju do fillojnë të ecin papritur, pa e kuptuar ju, do fillojnë të ecin përpara, sepse fatin do ta keni në anën tuaj. Atëherë është një muaj fantastik edhe për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj dhe një herë të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj përsëri një muaj sa më të mbar të gjithëve, një mbasditë sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.